Goli I parë me kombëtaren ishte një moment special për Arber Hoxhën, futbollisti I kombëtares shqiptare, shpreh gëzimin pas golit të parë të shënuar me fanellën kuqezi, duke e konsideruar një moment të veçantë dhe motivues për të ardhmen. Në intervistën e tij për Panorama Sport, ai flet për ndryshimin mes lojës në klub dhe kombëtare, për besimin e madh në kualifikimet e drejtbotrorit dhe për rivalitetin e shëndetshëm me Kosovën, që gjithashtu pretendon një vend në turneun më të madh botror. Si ndiheni pas golit të parë të shënuar me kombëtaren? E prisja shumë të them të drejtën, edhe pse kam kohë që jam këtu, nuk isha shënuar ende, por jam shumë I lumtur që e bëra më në fund dhe shpresoj të ndihmoj kombëtaren sa herë të ketë nevojë dhe të vijë në formën më të mirë. Çfarë ndryshimi ka mes klubit dhe kombëtares? Pasi atje po realizon rregullisht, ndërsa në kombëtare jo. Në kombëtare ka një peshë më të madhe, ndërsa në klub je çdo ditë në skuadrën dhe I njeh lojtarët më mirë. Tani kam nisur të futem më shumë dhe këtu dhe të njoh gjërat më mirë. Jam në formë dhe shpresoj të vazhdoj në këtë mënyrë. E besoni realisht se mund të shkojmë në botror? Sigurisht që e besojmë shumë këtë. E mendojmë të është ëndër për ne dhe për çdo shqiptar. Duhet të vazhdojmë kështu sepse jemi në rrugë të mirë dhe të shkojmë fillimisht në play-off dhe më pas të kualifikohemi, por duhet të ecim hap pas hapi. Duke qenë se vendi 2 duket si I blinduar, çfarë duhet bërë ndryshe në play-off? Kemi skuadër të mirë dhe po luajmë mirë, kemi lojtarë me shumë kualitet dhe eksperiencë, jemi në ritëm dhe shpresoj të kemi edhe pak më shumë fat. Të njëjtën rrugë po bën dhe Kosova, mendon se e ka kualitetin për botror? Jam shumë I lumtur edhe për Kosovën, jemi një kombë dhe do të ishte gjëja më e bukur që të shkonim të dyja skuadrat. Besoj se e ka kualitetin për të bërë mirë dhe për të arritur objektivin.